Mirë mbroma. Mirë mbroma, bre. Një mirë si zakonisht po vizllën. Ka thonë Naimi zemra, kishe adin mës me bo, mo. Jo, s'ka thonë Naimi mës me bo. Naimi po thot me bo ma shumë. Bani. Ma shumë ma Si shumë. pakë, Naim. Po ti më se ngutë se kjo po thot ma shumë me bo, jo mës me bo. Po pedi, po hadojmë, hadojmë diqysh si nervaz. Pse bre qka u bo? Mërë me menë, ngëni diçka. Trupi i njerit i ka 7 trilion mi nerva. Shqiptari është i aftë me t'i shkërdhuj se cilën një ka një. O, bashkëvala. Se bre qka u bo, a e ki halo na i sen për 8 marsa? Bash për 8 mars e kom, ani kishe po festujna. Nal, se këtu na here, dita e grave u konë me 6 mars. Shë, Po? Po gra tu menu që ka me vesh mu duk mire, qa me bo, ka e zdota tërt tëtë. unë e di veç një sen. Amanet që kur des vërin me malon ofër gjodës që atë. Pse apo do me qilë dyqana? Që dyqan. Ja, po du që kështë kalan me po ku ka dek hyra që ka hjek të njetën tu jetu me budal. Se bre shka u bo. Qyve qa u bo pja bëj zemër. A pe din cila ditë osët, po tha 8 marsi. Dita e grave, thash, edhe, tha qka edhe, tha njej, tha sikur nota e shtrigave, tha dhe që moho ditën. Thash pua. Aha, thash ani qa po bojna? Unë e din me jume që po dolim dika diçka. Shka tha? Qa dojna me bo? Tha qka pi vjen, thash e dile. E dile. Bërne tha do pasull se moti se ki bo. Me nejmi A ja une, para 2 dite, kom qitë. Lajmërim. Për 8 mars nuk më punon messengjeri. Kështu që ju lëz, kejt urimet më miqu për mes Vester Onirë. Me kja tybe po, a e ki po që të na për dit po shkon të u bo mire, ma mirë. Jo s'peshë. Po normal që se shet, që sheshe kur si këshu lojmet. Lojmet që ashtu pëthuj. Hamomi mirë. Pi thëmë burit e më zemër që po dogjim sonte, se fest. Tha, oj zemër, ti e din që gruja është tylla e shpis. Ashtë po zemër e di. Po. Tha, ani prari këtu. Tha, shi. Po dhe tha, po dhe më na urdzu, tha shpia. Nga, gratë jonë si pëmët. Se cila ka bukurin e vetë, shijën e vetë, aromën e vetë, ngjyrën e vetë. Normal. Problemi jo të burrat. Burrat e dojnë salat të pëmëve. Ma bash. Nga, gruja kër t'i bën 14 vjetë. është njëjtë si mi pas 2 ka 20 vjetë në shpe. Qashtë është, Po buri kër i bën 14 vjetë. Po? është si mi pas 8 fmi ka 5. Unë me bo me kërsit lufta e 3 botnore, pas një gojle e kom. Qore? Qka me vesh ditën e parë. Po ti ma mirë me pas gojle qysh me majt një djetë që me mujt me ik sa ma let. Pse moj punë po moj djetë? Djetën e natës. Qarë djetë është ajo hajtë spjego ma? Shumë e letë, kur flej nuk ha. Edhe unë po moj djetë. 5 kila i ku mu për një ovë. U që qëfar djetë o që i hupe 5 kila për një ovë? Nuk pe ha më renat. Nga kule.
është një fjallë e vjetër popullore, thot. Uji dhe fjallet është letë për t'i derdhur, por shumë vështirë për t'i mbledhur. Ej, valla! Shënojmë 27 vjetë të fillimit të demonstratave të vitit 1981. Isha në moshë shumë të re, në realitet, edhe kur se kisha menduar se një ditë do të thoja, a ju kujtohet para 27 vjetëve ka ndodhë kjo ngjarje, se më duke i sikur pafundësisht do të mbetem nxënës i vitit parë të shkollës së mesme. E të qëmë këtë kanë. E ka këndu Miria në vitin 1990, në momentet kur guxua me këndu, sepse në realitet kjo këngë ishte kënduar në vitin 1989 nga artistja e madhe që e donin edhe e duan edhe sot dhe kësaj ditë gjithë shqiptarët kudo që janë në botë për zërin e saj kristal folklorik në muzikën popullore Fatime Sokoli. Ishte mbështetja më e madhe logjistike që na dukej për neve të gjithve që jetonim në atë frym, e cila filloi furishëm me 11 mars, që filloi në qendrën e studentëve, e filluan studentët, si çdo gjë që zakonisht studentët kanë filluar revolucionet në ndryshimin e jetës së njerëzve, kurse këtu në realitet fillonte një revolucion i ri për lirinë tonë kombëtare. Ne kishim vesh një idealin kombëtar. Na thonë shpesh, jo keni dashur Enverin, jo keni dashur Titon, jo kështu. Ne kishim vesh një idealin kombëtar, idealin e lirisë kombëtare. Me 11 mars, Mirie, unë aksidentalisht kom pas fatin më ushtill edhe më gjetë në atë pjesë. Me 26 mars, në realitet, studentët, sepse demonstratat i organizojnë kushtimisht studentët me 11 mars dhe me 26 mars. Me 26 mars, përsëri janë studentët, fillojnë demonstratat të mëdha në qendrën e studentëve, i izolojnë e kështu. Fillon sistemi me vepru në mënyrën më të vrazhd, me ardhë policia nga gjithë Jugoslavia, sidomos nga Serbia, me hynë Kosovë, kështu me radhë. Demonstratat kulmojnë në realitet me 1 edhe 2 prill, kur e gjithë shqiptaria që ishte në Kosovë, po dhe jashtë Kosovë, vinë në demonstratat që zhvillohen në Prishtinë, po dhe në qytetet tjera të Kosovës, me kërkesën që Kosova të bëhet republikë. Atëherë shpresa e vetme shihej që Kosova të bëhet republikë në kuadër të asaj Jugoslavie që ishte, nuk shishim shpresë tjetër dhe edhe sistemi në botë ishte i ndarë në 2 pjesë, bota perëndimore demokratike dhe pjesa tjetër, ne pak kishim prek nga ajo, edhe pse absolutisht të gjithë shqiptarët që ndiqeshin, e përndiqeshin edhe iknin nga Kosova, përfundonin në perëndim. Jo në vendet komuniste, është shumë interesante, edhe pse mundohen të na gjykojnë sikur në kuadër të marksizëm-leninizmit e kemi realizuar atë gjë. Jo, shqiptarët kërkonin lirinë e tyre, e cila vazhdoi më pas në vitin 1989, në vitin 1990 dhe përfundoi e u realizua në 1999 me luftën tonë çlirimtare më në krye ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për krejt këtë,
në kapitullin e dytë të spektaklit tuaj, do të kemi një lloj kronike apo mini dokumentarit të vogël i cili do të flasi gjëra interesante, ndoshta të pa dëgjuara për demonstratat e vitit 1981.